Viti 2026 premton të jetë një vit i jashtëzakonshëm për udhëtime, nga shkretëtirat e pafundme të Afrikës deri tek ishujt tropikal dhe qytetet historike të Europës. Bota ofron destinacione që kombinojnë natyrën e egër, kulturën e lashtë dhe aventurën moderne. Një nga destinacionet më intriguese është Algjeria. Ky vend i Afrikës së Veriut, shpesh i quajtur një bukuri e fjetur e turizmit, po hapet gjithnjë më shumë për vizitorët. Qytetet historike, rënojat romake dhe dunat e pafundme të Saharas krijojnë një përvojë unike për çdo udhëtar. Në Amerikën Latine, lugina e verave në Colchagua Valley në Chili është një parajs për adhuruesit e verës dhe gastronomisë. Vreshtat e gjera, restorantet tradicionale dhe fshatrat kolonial ofrojnë një përzierje të kulturës dhe relaksit. Në paqësorin jugor, ishulli Rarotonga në Cook Islands tërheq udhëtarët me pyetje tropikale, male dramatike dhe shtigje aventureske që kalojnë nëpër zemrën e ishullit. Ndërkohë në Amerikën Qendrore, Gadishulli Osa Peninsula në Costa Rica konsiderohet një nga ekosistemet më të pasura në planet. Këtu vizitorët mund të përjetojnë turizëm të qëndrueshëm, të vëzhgojnë kafshë të ralla dhe të eksplorojnë pyje tropikale të paprekura. Në Europë, arkipelagu i Hebridës në Mbretërinë e Bashkuar ofron plazhe të bardha, radh guri prehistorik dhe një kulturë të pasur skoceze. Ishujt janë gjithashtu të njohur për traditën e prodhimit të whiskit. Në Azi, Gadishulli Noto Peninsula në Japoni po mirëpret sërish turistët pas një tërmeti të fuqishëm. Vizitorët mund të përjetojnë mikpritjen tradicionale japoneze, ku familjet lokale hapin shtëpitë e tyre për mysafirës dhe ndajnë kulturën dhe kuzhinën e rajonit. Një tjetër spektakël natyror gjendet në Komodo Islands, në Indonezi. Këta ishuj janë shtëpia e dragojve të famshëm të Komodos, hardhucat më të mëdha në botë, dhe ofrojnë plazhe roz dhe ujëra të pasur me jetë detare. Në Ballkan, Malizi po bëhet një nga destinacionet më të kërkuara për udhëtarët, që kërkojnë natyrë të egër dhe qytete historike. Gjiri spektakolar i Kotorit, me qytetet e tij mesjetare dhe peizazhe dramatike malore, është një prej perlave të Adriatikut. Në veritë e Europës, qyteti Oulu në Finland do të jetë një nga kryeqytetet kulturore të Europës për vitin 2026. Festivale, art dhe ngjarje kulturore do ta transformojnë këtë qytet arktik në një qendër krijimtarie dhe inovacioni. Në Azinë Juglindore, Phnom Penh në Kamboxha po hyn në një epokë të re zhvillimi, me aeroportin e ri ndërkombëtar dhe projekte të shumta kulturore e turistike. Në Europën jugore, qyteti historik Guimarães në Portugali, i njohur si vendlindja e Portugalisë, po feston statusin e tij si kryeqyteti i gjelbër i Europës për vitin 2026. Në Australi, peizazhi ikonik i Uluru ofron një mënyrë të re eksplorimi, përmes një shtegu të ri shumëditor, që lidh kulturën aborigjene me natyrën e lashtë të shkretëtirës. Në Amerikën e Veriut, bregdeti spektakolar i bregut të Oregonit në Shtetet e Bashkuara ofron qindra kilometra plazhe, fener historik dhe mundësi për udhëtime panoramike përgjatë oqeanit. Këto destinacione tregojnë se udhëtimi modern nuk është vetëm për të parë vende të bukura, por për të përjetuar kulturën, historinë dhe natyrën në mënyrën më të thellë. Në vitin 2026, bota është më e hapur se kurrë për t'u eksploruar.